Kur ishin bërë 1 vit e gjysmë nga vendimi i parë i pa ekzekutuar, specialja vendosi që ta fusë në lojë edhe qeverinë e Kosovës. Teksa i lexonte urdhrin për zhdëmtim Pjetër Shalës prej 208.000 eurosh. Gjyqtarja i bëri thirrje Kosovës të miratoj ligje të reja dhe krijoi mekanizëm zhdëmtues për qëllim kompensimi të plot viktimave të përfshira në jurisdiksionin e dhomave të specializuara. Ky si hapi i dytë kur i dënuari deklarohet i varfër për ta kryer obligimin. Ekzekutivi nuk ka ndërmarrë diçka të tillë. Në këtë pikë nuk ka informacione për kompensim të mundshëm për viktimat përmes ndihmës financiare nga qeveria e Kosovës. Në këtë pikë, sipas ekspertëve, qeveria dhe dikasteri i saj i drejtësisë çalojnë jo vetëm në Hag, por edhe brenda Kosovës, çka e bën neglizhencën Karshi Speciales jo çështje politike. Kemi patur 10 apo 100 procese gjyqësore për krimet e luftës dhe kompenzimi është e drejta ligjore. Viktimat, palët e dëmtuara, duhet t'i ofrohet ajo çka i takon me ligjit. Po me kalimin e kohës vdesin edhe palët e dëmtuara, vdesin familjarët, sigurisht që sa më shumë që zhagiten zgjidhjet, procedurat, sigurisht që cenohet edhe më shumë e drejta e palëve në procedurë. Qeveria vetë nuk i është përgjigjur televizionit për këtë çështje. Po ashtu prej afër 14 muajsh në speciale është hapur fondi gjykatës i cili del se do të mbahet i fshet, anise kjo nuk specifikohet askund në rregullore. Dhomat e specializuara të Kosovës mund të pranojë donacione vullnetare të padestinuara për të kontribuar në pagesat e zhdëmtimeve ndaj viktimave të cilave u janë caktuar ato nga dhomat e specializuara të Kosovës. Informata specifike mbi donacionet nuk janë publike. Dhomat e specializuara nuk lejojnë që viktimat pjesëmarrëse të drejtohen gjykatave të Kosovës për procedurë civile të kompensimit për shkak të ruajtjes së identitetit. Mos zhdëmtimi për një kohë ishte tentuar t'i faturohet të dënuarit me kamat prej 8% për secilën viktim, por ky vendim në rastin e Calit ishte kthyer mbrapa vetëm me arsyetimin se ishte marrë nga gjyqtari i vetëm. Nëse kamata caktohet nga paneli në ditën e urdhrit për zhdëmtim, do të lejohet edhe faturimi përqindjes për çdo vit mos pagese.